Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndalesa e qartë nga vrasja e maceve. Në përgjithësi zbon asnjë kafshë me vrau, përveç të kafshëve që dëmtojnë, po ndër këto kafshë e përmendur kështu me cilësim edhe macja. Nëse historia që ka qenë duke u falë, ka sëllu në gjarëpëri, shkoj macja, kapi, telenovela. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu më tregon, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një grua është dënuar për shkak të një maceje, sepse e burgosi macën derisa ngordhi, pra ka fut në kafaz, më thënë. As nuk e ushqente, as nuk i tha me pi, kur e mbylli atë, kur e kufizoi, më thënë. As nuk e dla që të ushqej nga bimët e tokës, pra me kuptimin derisa ka ngordhë dhe ka tonë aty. Ta në linjë pyetje, macet sa shpirtra kanë? Këtë më betë e kanë gjetë. Kemi gjetë ne dhe kanë thonë, macet ka 7 shpirtra. Faktikisht në përshë vërtet, çdo gjallës ka vetëm një shpirt. Kështu që edhe macet ka vetëm një shpirt. Pse kanë thonë kështu? Kanë thonë kështu nga që është shkafët. Shumë. Edhe ka lindë legjenda direkt, është bërë pralla gati. 7 palë shpirtra. Dhe një shpirt futet tjetëri. Dhe sa dali edhe i 7. Që macja vë mirë nga herë majtë humës. Kërse kafshët e tjera, për shumë që kur i bërtet ose kështu ikën, përse macja shkon nga kështu në kthehet pra. E rëndësishme, macja ka vetëm një shpirt, nuk ka 7 shpirtra. A ka këtu porosi që duhet me të majtë macja, jo s'ka porosi. Ideja është, kush e ka, ta ushqej, nëse nuk ushqen dot, ta lejt lirë tjetoj. Kjo është ideja. Po me majtë kafshët në kafaz lejohet. Rëndësishme është me ushqy, nuk ka se problem. Po peshqit në akvarium, lejohet. Rëndësishme është me ushqy. Pra nuk ka se lojë. Më thonë, origjina është, çdo gjë që është në të mirë të njeriut, dhe që e bën një ndjehet mirë, nuk ka se lojë problemi. Rëndësishme është që kafsha, ose zogu, ose zvaraniku, mos të dëmtohet, mos të vuaj. Në momentin që nuk dëmtohet, në momentin që nuk vuan, dhe njeriu i bën shërbimin, atëherë është halal edhe e lejuar një gjë e tillë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.